kreu i SPAK-ut Altin Domani pasi doli nga qendra e votimit dhe votoi, u shpreh që do të ketë një deklaratë nga SPAK pas zgjedhjeve. Deri tani mendoni që puna e SPAK-ut në parandalimin e blerjes së votave ka qenë në nivelin e dur? Zero ka qenë, dhe unë dua të them tek qytetarët, por edhe te mediat, kaq shumë promovim dhe kaq shumë, do të thoja, reklam të Zotit Dumanit nuk duhet të bëhet, dhe sidomos nga media. Zoti Dumani është një person i cili punon në shtetin shqiptar, sot është, nesër del në pension. Ne në Bashkimin Evropian do na çojë vetëm politika ose politikat shtetërore që bëhen nëpërmjet partive politike. Kjo vajtja e Zotit Dumani në qendrën e votimit dhe ishte i shoqëruar nga kamerat dhe treguan që ai ka ushtruar të drejtën e tij, për mendimin tim jep shumë vrull, apo do thoya shumë promovim i cili është pa kuptim. Pra nuk e kam dëgjuar kurrë të shkoj media kur voton kryeprokurori i Belgjikës, i Gjermanisë, i Francës, vendeve perëndimore flas, dhe të Afrikës, dhe vende të cilat nuk janë të kaq shumë të zhvilluara. Të shkoj media aty ku voton një kryeprokuror nuk ka vlerë. Kemi bërë gabimin fatal që nuk do na falet kurrë, por do ta kuptojmë pas shumë vitesh, që kemi fryrë kaq shumë një institucion që duhet të punojë ashtu siç duhet me kushtetutë, dhe jo të fryhet ashtu siç duhet nga disa analistë, të cilët para se t'u arrestonte Erion Veliaj thoshin sa mirë SPAK-u është bukur, ka ecë përpara, dhe sapo u arrestu zoti Veliaj, do qeka i keq, ndërsa Dumani i mirë. Po nuk shkon kështu, sepse nesër do të jesh ti që e lavdroje SPAK-un, i pandehur, sepse pikërisht partia do të vendosi të pandehur sepse i bërë shumë lavazh edhe SPAK-ut. Prandaj them, është e paimagjinueshme kjo, të shkosh atje ku voton një individ i cili është si një qytetar i thjesht dhe nuk është politikan. Në rast se qarqet e Partisë Socialiste thonë që zoti Dumani, pasi të mbaroi mandatin 3 vjeçar, pas drejtimit të prokurorisë, dhe do të bëhet antar i Partisë Socialiste dhe do të bëhet deputet i Partisë Socialiste, do bëhet president i vendit, do bëhet kryeministri i vendit, normalisht kjo gjë që ka ndodhur është okay, e mirëqend është. E pramarr si një fakt që ai do ta tashohet pas një kohe pranë Partisë Socialiste. Kështu e marr unë si një fakt. Por rezultatet dhe pas zgjedhjeve mua s'më thënë asgjë kur do të jetë legjitimuar krimi zgjedhor dhe normalisht dhe korrupsioni zgjedhor, i cili është i tmerrshëm që bën gjithmonë partia në pushtet. Është e paimagjinueshme ta bëj partitë opozitare, është e paimagjinueshme të bëjnë korrupsion. Nuk ekziston 1% apo 0.01% që partitë në opozit të bëjnë korrupsion. Nuk ekziston. Vetëm SPAK-u dhe policia e partisë e bën këtë ngjarje dhe thotë, kemi kapur dhe kemi arrestuar individ të cilët kanë thënë, kur të vim në pushtet, do të përdorim meritokraci për të futur njerëz në punë. Ai çfarë thotë? Heq fjalin meritokraci dhe thotë, njerëzit në punë do t'i fusim ne. E kuptuat kush është SPAK-u? Prandaj dua edhe diçka tjetër të sjell në vëmendjen tënde, i dashur, që besoj nuk e masodhe në vëmendje, po unë do ta bëjmë si një bashkëbisedim bashk. Nuk më sodhe në vëmendje zotin Veliaj, i cili në çdo zgjedhje ishte promotori, ideatori, funksionari më i lartë i Partisë Socialiste, i cili sot është në burgun e Durrësit dhe jo në burgun e Tiranës. Pse zoti Veliaj duhet të qëndronte në burgun e Durrësit dhe jo të Tiranës, ku zoti Meta është në burgun e Tiranës, i cili nuk ishte as kryetar bashkie as gjë, vetëm kryetar partie. Dhe pse partia e vet duhet të çonte zotin Veliaj në Durrës dhe jo në Tiranë? Sepse pikërisht është shkarkimi. Shkarkimi për shkak të asaj që themi brenda lojës. Kushtetuta 1976. Partia çfarë bëri? E shkarkoi Ilirme atë Erion Velin.
e ja hoqi të gjithë kompetencat, e zhveshi nga kryetar bashkie. Thjesht do bëhet ajo loja që ne duam, është i joni dhe kështu do ta shpëtojmë, do bëjmë asgjë. Edi Rama të lëshon kur të ka çuar atje te shtëpia e izolimit. Të përdori ai sa donte dhe në fund fare të shpjegon dhe të thotë që përgjegjësia është individuale, kur dihet që pushteti që kanë marrë është kolektiv. Pse zoti Velia i sot nuk duhet të ishte në kamerat përpara të tregonte që partia e tij e futi në burg? Partia e tij krenohet pikrisht për zotin Dumani dhe jo për zotin Dado. Kur ndërkohë sekreti penal është ky, kush është ai që mban librin e shënimeve të personave që do merret me një mas sigurie ku shkon prokurori tjetër edhe troket te dera e kryeprokurorit? Zoti Dumani. Pra, ai libri i madh ka edhe akuzën edhe të pandehurin. Po atë nuk e mban çdo prokuror, e mban kryeprokurori. Që do të thotë partia e arriti pushtetin e vet. Pra çfarë? Izolova kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Personi që vjen nga radhët e Partisë Socialiste. Ky është lajmi. Nuk është lajmi a votoi zoti Erion Veliaj në Durrës apo do shkarkohet pas një kohe të gjatë nga kryetar bashkie. Por ama ajo që dihet qartë me atë çfarë i bëri partia është një mesazh tregues për çdo individ që punon për Partinë Socialiste, që fundi që u kanoset, si për ato që punojnë në administratë, si për ato që i bën freskë partisë, edhe nuk i thënë partisë bëu gati të ikësh nga pushteti sepse po i marrim qafë Partinë Socialiste. Do të jetë rezultati i Erion Velis. Ashtu siç Erion Velia është në burg, ashtu do të shkojnë në burg të gjithë ata të cilët kanë qenë shërbëtor të partisë në pushtet. Avokat, sa do ndikoj mungesa e Veliajt në fushat në rezultatin e Partisë Socialiste në Tiranë? Unë mendoj se zoti Veliaj ka një ndikim të pjesshëm, por ajo që unë kuptoj është që Partia Socialiste pas këtyre zgjedhjeve do futet në një luftë të brendshme, të tmerrshme, të paimagjinueshme, e cila për mendimin tim do të sjellë pasoja të rënda brenda Partisë Socialiste. Jo pushteti, jo, por konflikti personal i lëshimit, i djegjes brenda llojit, që do të thotë rezultati nuk do të ketë më vlerë për Partinë Socialiste. Pse? Sepse armiqësia e brendshme do të shkaktoj pakënaqësi. Pakënaqësit do të shkaktoj patjetër pasivitet, dhe ata të cilët do të vazhdojnë pasivitetin normalisht do të kërkojnë një vend tjetër për të shprehur, pra do të ikin nga partia në pushtet dhe do bie mënyra se si Partia Socialiste do filloj të bie nga niveli i vet pas çdo zgjedhje që bëhen. Që do të thotë ndikimi që do të sjellë në rezultatet e Partisë Socialiste arrestimi i Erion Velis do të jetë i ngadalë, afatmesëm. Pse kjo gjë? Sepse zoti Veliaj është mashtruar që gjykata e lartë do ta nxjerrë nga burgu. Gjithashtu është mashtruar që gjykata europiane do ta nxjerrë nga burgu. Ky është mashtrim, sepse unë po ju them një sekret juridik. Dhe sekreti është ky. Për asnjë tjetër politikan nuk është bërë një veprim i spakut që të përgjojë një të arrestuar kaq shumë dhe ta marrë në përgjim dhe këto përgjime t'ia çojë gjykatës së apelit. Për indimitim, për prishje provash dhe për vepra penale të tjera që ka kryer. Se zoti Veliaj ka kryer edhe një vepër penale që s'duhet ta kishte bërë kurrë, nga këshillimet e gabuara të redaktorëve të tjerë të atyre që i bënin lavazh zotit Veliaj, e kanë kyçur në burg dhe zoti Veliaj nuk del nga ajo mas sigurie. E kanë mashtruar. Kështu organi ka mashtruar edhe organi them partisë që është zoti Veliaj deron, e ka mashtruar edhe njerëzit e tij
që na tani do kalojnë zgjedhjet, do dalin nga burgu, do ta bëjmë mirë situatën, e kupton? Që do të thotë kjo është një mashtrim. Është për herë të parë pas ngjarjeve të tjera për politikanë të tjerëve që të merret një masë e tillë ndaj një kryebashkiaku dhe një personi i cili u thonte që do të ishte kryetari i ardhshëm i Partisë Socialiste. Unë abitem pse socialistët nuk shikojnë një fakt konkret. Kryetarin tuaj që mendonit ju e futët në burg. Po ju mendoni se nuk do ju fusin edhe juve në burg që punoni për partinë tuaj? Normalisht do ju fusin në burg, atëherë kur partia nuk do ju ketë nevojë më. Po jo një nevoja sepse nuk do vi dikush tjetër për të plotësuar nevojat që ju plotësonet. Por momenti që vjen rënja dhe nga rënja ju nuk keni kuptuar se si ju kanoset jeta juaj private, që do thotë nga një institucion që mund të punoni, përfundoni burgaxhi. Nuk është se ja bëni dikujt që e keni kundërshtar. Ajo që ja bëni kundërshtarit e pam Beleri, pam Berishën, pam Metën, pam Saljanin, i pam të gjitha këto raste. Nuk na vet dyshim kjo gjë. Po është e tmerrshme që ju punoni akoma për partinë tuaj dhe partia juaj do i fusi në burg. Jo se partia juaj fut kundërshtarët në burg, se ai është fakt konkret e kemi parë, por puna është që ju vet nga partia juaj ju a fut juve. Kjo është më e tmerrshme. Nuk e kuptoj, a e kuptojnë ata që hajnë bukë krip akoma në interes të Partisë Socialiste. Por unë besoj dhe shpresoj që socialistët e vërtet ta kuptojnë gabimin që i bëjnë partisë tyre, sepse do një diçka që nuk e kanë kuptuar socialistët dhe duhet t'ja vendosim në vëmendje dhe t'ja rikujtojmë. Në rast se Partia Demokratike ka problem në zgjedhje, konkurrent të brendshëm në Partinë Demokratike janë parë shumë. Kemi thënë për Jozefinën Topalli, për Luciano Bocci, edhe për ndonjë tjetër që mund të dali, për të marrë karriken e Sali Berishës. Pra do thotë do të ketë gjallëri brenda dhe sikur të humbasin zgjedhjet. Ndërsa tek Partia Socialiste, kur Rama të iki, nuk do të ketë mundësi askush të vazhdoj Partinë Socialiste, sepse Rama i ka marrë gjithë ato Parti Socialiste. Dhe Rama nuk mund të vendosë një person të vetin në Partinë Socialiste, se do të jenë konkurrentë të tjerë të cilët duan të ja zëjnë vendin zotit Rama. Prandaj Partia Socialiste po kalon një smundje kaq shumë të paimagjinueshme se sa nuk do të ketë mundësi zëvendësimin e zotit Rama dhe patjetër do të vi si pasojë një lufte të brendshme e cila do jetë edhe lufte jeta vdekje. Prandaj them që partia që do të jetë më e shëndetshme edhe sikur të humbasi do të jetë Partia Demokratike, sepse ka brenda debat dhe vazhdon debati. Si u do në 2021-shin, pas non-gradës që erdhi Sali Berisha, u erdhën një figura të vjetra dhe të re dhe u përfshi me Sali Berishën pavarësisht asaj çfarë u bë Sali Berishës. Ndërsa për Partinë Socialiste është e tmerrshme, është e paimagjinueshme. Ashtu dhe rasti i fakti i zotit Veliaj. E imagjinonit ju që personi që ftonte gjithë ambasadat, kishte gjithë ato prokurorë që njifte, merrte mediat në telefon dhe kërcenonte nga mjesi deri në darkë. Sot është në burg, po nuk është vetëm në burg sepse ai ka bërë gjëra të palishme, po është pikërisht në burg se partia e tij e futi në burg. Kushtetuta që ai besonte, jo e 1998-s, po kushtetuta e 1976-s që e ka Partia Socialiste akoma dhe sot në mendjen e vet. Dhe zyrtarët të drejtësisë aktuale që kemi, Plepaxhit 2. E kam thënë rasti si ka fol Plepat 1 me Plepat 2. Prandaj që mos ta zgjasim shumë, unë them Partia Socialiste pavarësisht çdo gjëje që mund të vi si rezultati një fitore, do të dini që në të ardhmen do ketë një shans, ose më mirë, një fat kaq shumë të keq se nuk do ta keni fare të imagjinueshme. Po fare do jetë e pa imagjinueshme, ashtu dhe si fakti i zotit Veliaj. Avokat, kush mendoni se do jenë qarqet ose mund të jenë qarqe që mund të bëjnë apo themi mundësinë e ndryshimit, pra të përmbysjes së rezultatit dhe që PD-ja të fitojë mandate më shumë dhe të vinë në pushtet? Tirana, Elbasani, Durrësi dhe Fieri. Këto janë.
sepse është bërë një gabim shumë i madh me reformën territoriale 1, me kodin zgjedhor 2. Unë dua të bëj një apel që në rast se rezultati në këto zgjedhje nuk del i mirë, unë bëja apel të Oert Bylykbashi, të Ivi Kaso, këto dy individ mos gabojnë, kanë qenë persona që kanë negociuar me Damian Gjiknurin për sa i përket ndryshimeve të kodit zgjedhor në 26 korrik 2024. Unë i bëj apel që në rast se Partia Demokratike humbet zgjedhjet, të japin dorëheqje nga mandati i deputetit, sepse kanë qenë ata të cilët kanë ndihmuar Edi Ramën për të marrë pushtet. Tani, a do të jetë pushtet me koalicion zoti Rama dhe në parti tjetër, a do të jetë vetë zoti Rama në pushtet? Kjo mbetet për të parë me rezultatin e zgjedhjeve.